Horoskopi ditor, 8 janar 2026, dashi, sot mund të përqendrohesh tek gjërat e vogla që kanë dalë jashtë rregullit në jetën tënde, por durimi mund të mos jetë pika jote e fortë. Ke më shumë për të bërë se zakonisht, por energjia dhe vetbesimi yt janë të larta dhe mund të përballosh gjithçka që duhet të kryesh. Ndërsa dita avancohet, një lidhje mes diellit dhe Marsit të shtyn të veprosh me vendosmëri. Je ambicioz dhe i gatshëm të marrësh drejtimin, të kontrollosh situatat ose të synosh diçka më të mirë. Ndihesh je motivuar për të vepruar, por kujdes të mos shtysh gjërat ose njerëzit tepër shpejt. Shfrytëzo guximin dhe iniciativën që ofron ky tranzit. Dhe shmang anën e padurueshme ose egoiste. Performanca jote bie në sy sot dhe ke ndikim të madh. Aktiviteti rritet në lidhje me karrierën, reputacionin ose marrëdhëniet me prindërit dhe figurat autoritare. Tregon një imazh më të sigurt, të guximshëm dhe të vendosur para të tjerëve. Demi, sot ndihesh emocionalisht më i ndjeshëm dhe kërkon vëmendje të veçantë nga të tjerët. Ndonjëherë kjo mund të mos të jepet menjëherë, por nëse zgjedh të kënaqesh vetë duke bërë atë që të bën të lumtur, gjen paqe dhe kënaqësi. Kjo është dita për të vlerësuar vetveten dhe për të marrë kënaqësi nga gjërat që të pëlqejnë pa pritur miratim nga të tjerët. Ndërsa dita avancohet, një lidhje midis diellit dhe Marsit ndikon fuqishëm në sektorin tënd të mësuarit, zgjerimit dhe bindjeve personale. Ky është një moment që të shtyn të qëndrosh i fort mbi idetë dhe bindjet e tua, të shprehësh mendimin dhe të mos hezitosh për të marrë vendime me guxim. Ndjen një dëshirë të fortë për të marrë aksion, për të përjetuar më shumë nga jeta ose për të ndryshuar ritmin e zakonshëm. Kjo energji mund të të japë kuraj për të ndjekur një qëllim që e ke ëndërruar prej kohësh. Megjithatë, duhet të kujdesesh të mos kërkosh kënaqësi të menjëhershme që të shpërqendron nga dëshirat dhe nevojat e vërteta. Po ashtu, shmang përpjekjet për të fituar me çdo kusht, sepse kjo mund të të dëmtojë në planin afatgjallë. Binjakët, gjysma e parë e ditës është e mirë për të qetësuar veten dhe për të reflektuar mbi dëshirat dhe nevojat e tua. Ky është momenti për të kuptuar më qartë çfarë do dhe si mund ta arrish. Tranzitet e ditës favorizojnë aktivitetet në shtëpi dhe përkujdesjen për ambientin personal, ndërsa dita përparon, energjia rritet dhe vjen një impulse për veprim. Megjithatë, nuk është koha e duhur për të shtyrë çështje të ndërlidhura me marrëdhëniet. Presioni mund të rritet dhe gjërat të duken urgjente. Dëshira jote për të zbuluar, hetuar ose ekspozuar gjëra të fshehta është e lartë sot. Përdore këtë energji për qëllime pozitive, si kërkim, analizë ose zgjidhje problemesh, jo për të krijuar konflikte. Qëllimi është të zgjidhësh, jo të vështirësosh situatën. Dielli dhe Marsi po afrohen për një lidhje në sektorin tënd të intimitetit, duke zgjuar dëshira të thella dhe pasione të forta. Kjo kombinim të jep guxim dhe impuls, por mund të bëjë të veprosh nxituar. Para se të nisësh diçka, përpiqu të kuptosh çfarë dëshiron vërtet. Dëshira për kontroll mbi jetën tënde dhe guximi për të bërë ndryshime janë të fuqishme sot. Mund të shfaqet një mundësi e re për biznes, financa ose një marrëdhënie intime. Kjo është një ditë për veprim të ndërgjegjshëm dhe për të ndjekur atë që të sjellë përmbushje reale. Gaforia, sot je shumë i ndjeshëm ndaj tendencave dhe mund të mbushesh me ide për lumturi dhe sukses në të ardhmen. Dielli dhe Marsi po afrohen për një lidhje në sektorin tënd të marrëdhënieve dhe me kalimin e ditës ndjen dëshirën për veprim. Kjo energji mund të shtyjë të gjesh guxim për të bërë ndryshime ose për të ndërmarrë iniciativa në një marrëdhënie. Konflikte janë të mundshme, sidomos nëse nuk e di se ku ta drejtosh energjinë e tepruar. Nga ana tjetër, bashkëpunimi për të arritur një qëllim mund të jetë natyror dhe shumë stimuluese. Çfarëdo qoftë forma që merr kjo energji, dita pritet të jetë e gjallë dhe impulsive, ku ndjenjat dhe dëshirat shpesh marrin mbi mendjen. Ndiq instinktet deri një pikë, por mos hedh të gjitha masat paraprake. Të tjerët zgjojnë tek ti ndjenja të forta dhe dëshira, dhe përplasjet që mund të ndodhin sot mund të jenë një reflektim i vlefshëm i asaj që dëshiron të veprosh. Mund të ndodhë gjithashtu që dikush tjetër përpiqet të marrë drejtimin në jetën tënde.
Luani sot mund të jesh shumë i aftë dhe i organizuar në mënyrë praktike, duke shfrytëzuar maksimalisht burimet që ke. Ndihesh je motivuar për punë, përfitime financiare ose për të bërë jetën më të rehatshme dhe të sigurt. Ndërsa dita kalon, ritmi rritet dhe ndarja midis dëshirave dhe nevojave bëhet më e paqartë. Kujdes më shumë për detajet se sa zakonisht. Marrëdhëniet mund të ndihen konkurruese dhe temperamentet mund të nxehen shpejt. Pasi të kalosh ndjenjën e shpërqendrimit, kjo është një ditë e shkëlqyer për të përparuar në zgjidhjen e problemeve. Dielli dhe Marsi formojnë një lidhje dinamike që sjell energji dhe entuziazëm në sektorin e shëndetit. Rutinës dhe punës, mund të ndjesh dëshirë të fortë për të nisur ose përmirësuar një program fitnesi, për të rritur ambicien dhe entuziazmin për punën ose shërbimet e tua, ose për të riorganizuar jetën dhe ambientin në mënyrë më efektive. Shmang anën negative të këtij tranziti, padurimi, arroganca dhe egoja, dhe fokuso tek guximi, iniciativa, energjia dhe vitaliteti. Të marrësh një rol aktiv sot është mënyra më e mirë për të përfituar nga kjo ditë. Virgjëresha, sot është një ditë e mirë për të ndjerë se je në rrugën e duhur. Ka shumë energji pune dhe industri, dhe ndikimi i diellit dhe Marsit sjell rritje të entuziazmit gjatë ditës. Mund të ndihesh je emocionuar ose pak je paduruar. Sektori i 5 i horoskopit, që lidhet me dashurinë, marrëdhëniet me fëmijët, rekreacionin, sportin, krijimtarinë dhe shprehjen e vetvetes, mund të sjellë stimuj, energji të forta dhe emocione të gjalla. Dëshira për të pasur më shumë kënaqësi dhe argëtim është e fortë, dhe sot ndihet veçanërisht e insistueshme. Është një periudhë shumë dinamike dhe e mbushur me pasion, e shkëlqyer për të ndjekur interesat dhe hobet e tua, por bëj kujdes të veprosh me mend. Shfrytëzo këtë energji për guxim, vetbesim dhe vendosmëri, duke shmangur impulsivitetin ose veprimet e nxituara. Burimet të brendshme të guximit janë lehtësisht të aksesueshme sot. Peshorja, sot është një ditë e favorshme për forma të shëndetshme të largimit nga rutina, aktivitete shëruese dhe punë pas skenave, prapa objektivave të dukshme. Edhe pse mund të jesh shumë i angazhuar me mendjen tënde, nëse të tjerët kanë nevojë për ndihmën tënde, gjen lehtë mënyra për t'u përkushtuar dhe për të sakrifikuar pak kohë dhe energji, ndërsa dita avancohet. Lidhja mes diellit dhe Marsit sjell energji të forta dhe intensive. Nëse e kanalizon drejt, kjo energji mund të shtyjë të marrësh një qasje më të guximshme dhe të vendosur në jetën tënde, duke hapur mundësi të reja. Kujdes me konfliktet e egos dhe padurim. Të jesh i drejt për drejt është mirë, por shpesh shumë është tepër. Përfitimi maksimal i energjisë së sotme arrihet duke i kushtuar më shumë energji një projekti shtëpiak ose një aktiviteti energjik me familjen. Aktiviteti dhe produktiviteti janë mënyra më e kënaqshme për të shfrytëzuar fuqinë e ditës. Akrepi, sot në plan shoqëror ndihesh më i lirë dhe më i lehtë për të shprehur, dhe duket sikur mund të bësh thuajse çdo gjë. Miqt janë mbështetës dhe ndihmues, duke e bërë bashkëpunimin më të lehtë dhe më frytdhënës. Ndërsa dita kalon, dielli dhe Marsi afrohen për një lidhje që sjell energji të zjarrt. Nëse kjo energji përqendrohet në sektorin e komunikimit dhe lidhjeve të tua, ndihesh je motivuar dhe je nxitur të veprosh përmes të mësuarit, ndarjes së ideve dhe lidhjes me të tjerët. Kujdes nga padurimi dhe të folurit pa menduar më parë. Në vend të kësaj, kanalizo energjinë e tepërt në projekte personale, veprime të guximshme, kontakt me të tjerët ose për t'i dhënë vazhdimsi një lidhjeje të ndaluar më parë. Mos e shpreh menjëherë një dëshirë të papritur, lëre të marrë formë dhe kohë. Entuziazmi yt për të arritur rezultate, për të pasur sukses dhe për të shkëlqyer është sot në nivel të lartë. Shigjetari, sot je veçanërisht i vetëdijshëm për përgjegjësitë dhe qëllimet afatgjata. Mendimi yt është praktik, por edhe i orientuar drejt së ardhmes, një kombinim shumë i mirë për të bërë plane dhe për të arritur më lart.
Diçka mund të inspirojë të synosh më shumë dhe të ndërmarrësh veprime vendimtare, ndërsa dita përparon, dielli afrohet me Marsin impulsiv, duke sjellë guxim, iniciativë, energji dhe entuziazëm. Kjo është një ditë e mirë për të përparuar në çështje të lidhura me të ardhurat, biznesin, talentet ose burimet dhe asetet që ke. Bëhu i vetëdijshëm edhe shmang anën egoiste, padurimin dhe veprimet e nxituara. Shpenzimet impulsive mund të jenë një problem sot, prandaj planifiko me kujdes. Mund të marrësh një rrezik që sjell përfitim, por sa më i vetëdijshëm e të jesh për nevojat e tua, aq më mirë mund të vendosësh hapat e ardhshëm. Çështjet e biznesit dhe financave kërkojnë veprim dhe përparim, dhe ndihesh i vetëdijshëm e për vlerën tënde sot dhe nesër. Britsjapi, sot ke dëshirë për liri në komunikim dhe të pëlqen të ndash idetë e tua me të tjerët, megjithatë zakonisht ndjek rrugën tënde pa marrë shumë parasysh reagimet e tjerëve. Dielli dhe Marsi po afrohen për një lidhje në shenjën tënde, duke të dhënë më shumë guxim, energji dhe vendosmëri gjatë ditës. Kujdes nga sjelljet fëmijërore ose padurimi që mund të shfaqen me këtë kombinim. Sa më shumë të jesh i vetëdijshëm e për emocionet dhe situatat rreth teje, aq më mirë mund të vendosësh shpejt dhe saktë. Nëse ndihesh je nxehur ose je shqetësuar, është mirë të qetësosh pak situatën. Vetbesimi është tërheqës, ndërsa padurimi mund të çojë në zgjedhje të këqija. Sot dhe nesër është një periudhë e favorshme për të marrë drejtimin, për të vepruar drejt për drejt dhe për të qenë i pavarur. Iniciativat solo funksionojnë më mirë dhe pavarësia jote vihet në pa. Ujori, sot po vepron ndryshe nga zakonisht dhe kjo po funksionon mirë. Ti zakonisht vëzhgon dhe analizon situatat rreth teje, sidomos ato më të thella dhe të fshehta, ndërsa dita avancon, dielli dhe Marsi afrohen për një lidhje në sektorin e horoskopit tënd që lidhet me fshehtësinë, privatësinë, shërbimin, bamirësinë, vetëdëmtimin, anonimitetin dhe përfundimet. Ndjenja për të kaluarën ose çështje private mund të kenë qenë të ndërlikuara, dhe ky tranzit mund të shtyjë papritmas të mbyllësh një problem, të heqësh një barë ose të vendosësh fundin e një situate që të ka mbajtur mbrapa. Je i guximshëm duke marrë kontrollin dhe duke kujdesur për nevojat e tua. Kujdes të mos veprosh shumë shpejt mbi diçka ose të ndjekësh një dëshirë që nuk përputhet vërtet me atë që do. Zemërimi i mbajtur brenda mund të dalë tani dhe ndjen nevojën e fortë për të adresuar atë. Është një kohë e fuqishme për të lidhur gjithçka të papërfunduar, në mënyrë që më pas të mund të ecësh përpara i lirë. Peshqit, sot ke intuitën e fortë për të kuptuar se çfarë duhet të largosh nga jeta jote, dhe ke mençurinë për të ditur se kjo është e dobishme për ty megjithatë. Ndërsa dita avancon, energjia për veprim rritet. Dielli dhe Marsi afrohen për një lidhje që zgjon shisat dhe kërkon vendime të shpejta. Jeta jote shoqërore pritet të jetë shumë dinamike sot. Entuziazmi rritet, por po ashtu edhe konkurenca ose agresiviteti, ndaj bëhu i vetëdijshëm e për zgjedhjet që bën. Nëse është e nevojshme një ndryshim në një misi, kjo mund të ndodhë tani dhe mund të detyrojë të veprosh. Gjithashtu, mund të jetë një moment i mirë për të gjetur guximin për të kontaktuar dikë. Ky tranzit kërkon aktivitet dhe lëvizje, si dhe tregon mënyrën se si të arrish qëllimet e tua që e dashur peshë.